Për sa i përket letërsisë cilësore, në raport me atë që brezim ka studiuar në shkolla, letërsia shqiptare, unë mendoj që kemi një zbehje të madhe dhe vitet në vazhdim do ta tregojnë këtë, kur kemi pasur pra fatin të lexojmë autor të mëdhenj shqiptar, kemi pasur fatin të kemi veprat tona shqiptare me vlera të mëdha, të cilat janë vlerësuar nëpër botë, dhe pa diskutim në këtë këndvështrim lexuesit i mungon letërsia cilësore, por unë mendoj që edhe vetë lexuesi duhet të di të kërkoj letërsinë cilësore, duhet të di të hulumtoj. Nëse flasim për letërsinë në përgjithësi, veprat botërore ka vepra botërore jashtëzakonisht cilësore, të cilat sot lehtësisht mund të përkthehen, mund të gjehen dhe mund të lexohen, pra është pa diskutim edhe në dorën e autorit, por sigurisht autorët shqiptar duhet ta sjellin pra edhe veprën e huaj ta realizojnë përkthime të mira, sikurse ka ndodhur vite më parë me autorët e huaj, me autorët botëror, vepra të cilët kanë frymzuar krijimtarinë time personale, po besoj edhe shumë të artistëve të tjerë, dhe gjë e cila do vihet sikurse e thash në dukje në vitet në vazhdim, dhe do jetë një hendek i madh, besoj, një mungesë e madhe e letërsisë cilësore për fat keq. Ky është mendimi im personal pa diskutim, por që kam një lloj bindje që kemi pra një rënje të cilësisë së letërsisë së mirë fillë, dhe duhet të krijohen mekanizmat e duhur, duhet të krijohen kushtet e duhura që autorët të kenë mundësi të botojnë, që autorët të kenë mundësi të të realizojnë veprat e tyre, të kenë mundësi ekonomike, mundësi